Bleona Mata u zhduk pa gjurmë në vitin 2010 dhe 3 vite më vonë. Në shtëpinë e të njëjtit djalë që dyshoi për rrëmbimin e saj, gjendet një fëmijë 8 vjeçar, i lidhur duar e këmbë. Familja e 6 vjeçare së zhdukur në Zapot të Kukësit beson se pas zhdukjes që troniti vendin, qëndron Begzi Misa, i akuzuar më herët edhe për rrëmbimin e një fëmije tjetër. Familja e Bleonës që gjithmonë ka ngulmuar se atë ditë të humbjes së vajzës së tyre, ai që është parë të ngjitet në mal ka qenë 18 vjeçari Asokoj Begzi Misa dhe si bashkëpunëtorit e tij në këtë rrëmbim ata akuzojnë Çamile Matën, që është edhe halla e Bleonës. Vetë Bukuria, nëna e Bleonës, është shprehur disa herë se Çamile Mata i ka gënjur vajzën e saj 6 vjeçare dhe pasi e ka futur në pyll, ja ka dorëzuar begzimit. Çamile Mata, e cila përgjatë gjithë dëshmisë së saj të dhënë përpara oficerëve të policisë gjyqësore, është treguar kontradiktore. Ajo madje pavarësisht se ishin kushërim me Begzi Misën, tha se nuk e njihte këtë të fundit, por nuk u shpreh asnjëherë qartësisht nëse e kishte parë apo jo Begzim Isën atë ditë në fshatin Zapot, duke deklaruar se nuk e mbante mend, pasi sipas saj kishte kaluar shumë kohë, ndërsa Begzi Misa pohoi se e njihte Çamilen dhe se bashk ishin kushërinj të tretë. Begzi Misa u arrestua 3 vite pas zhdukjes së Bleona Matës, pasi në banesën e tij u gjet i lidhur këmbë e duar me një litar një fëmijë 8 vjeçar, por që gjatë marrjes në pyetje, ai tha se nuk kishte asnjë lidhje me zhdukjen e Bleona Matës. Edhe pse gjetja e një fëmije të rrëmbyer në banesën e tij e bënte atë të dyshuarin kryesor për rrëmbimin dhe zhdukjen e Bleona Matës, hetuesit nuk mundën të gjenin prova që implikonin atë në zhdukjen e vogëlushes. Faktet janë të pakta, por dyshimet shumë. Familja beson se Begzi Misa di më shumë se çka thënë. A do të zbulohet ndonjëherë e vërteta për Bleonën?